هي جنة طاب وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na beqatoi me fe të vetme të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall që dërgoi pejgamber, i cili na mësoi çdo sen të mirë që në nevojitet në këtë botë, dhe gjithashtu kemi shpërblimin tek Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha, dini Allahut s'ka mundësi që të përmbahet vetëm me nasihat, nga se zemrat vrashësohen, zemrat largohen nga Allahu Azza wa Jall. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ko pas kohë i këshillon të shokët e tij, ja mëson të mirën që të kapën ata, dhe tjetër heq të vërejqën nga e keqa që mos tjenë nga ato. Pra sot do t'jetoj me disa porosi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai i cili tha për ta Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ju ka ardhi dërguari Allahut nga mesi juaj, dhe ai ishte njeri që jetonte siç jetoni ju. Megjithatë dallimi i tij nga ne ishte nga se ai ishte i dhimbshëm për atë që cilën e përjetojmë ne. Harisun alaykum, i kujdesshëm për besimtarët, bil mu'minina raufur rahim, dhe i besimtarëve i butë dhe i mëshirshëm. Bodësia dhe mirësia pejgamberit Allahut e ban që neve të na lënë testamente të shumta, porosi të ndryshme, e vetëm që të jemi banor të xhennetit. Pa atë pejgamberi Allahut në fund të jetës e tij tha, kullu ummeti sayadkhuluna al-jannata illa man aba, të gjithë ummeti im ka me hinë xhennetin Allahut, vetëm ata që s'dojnë. Than jo i dërguari Allahut, a ka nga ummeti jot që s'lakmon dhe s'ka dëshirë të jetë banor i xhennetit? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men atani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Ai që respekton dhe ndëgjon pejgamberin e Allahut, është nga ata që ka dëshirë të jetë banor i xhennetit. Ai që refuzon pejgamberin e Allahut, është nga ata që nuk lakmon xhennetin e Allahut.
Për atë që thot Hasan al-Basriu, shumë njerëz pretenduan dhe thanë që dojmë Allahun Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall të gjithë këta që pretenduan se dojnë Allahun, i shtini në provim, që të dallojnë besnikët dhe jo besnikët, që të dallojnë i besuari dhe gënjeshtari. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, suratu Al Imran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Nëse pretendoni se doni Allahun, hasni mas hapave të pejgamberit Allahut, ju don Allahu. Ka vetëm rrugë, ka peshorja se ne sa e dojmë Allahun Azza wa Jall. Ne dojmë Allahun Azza wa Jall atë sa e dojmë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është kandari dhe peshorja që Allahu Azza wa Jall e ka zbrit në Kur'anin e Kerim. Pra Allahu të ndërshëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porosit, pejgamberi Allahu gjithashtu na bën kurrështar që të kapmi për sunnetin e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el mutamassiku bi sunnati inda ikhtilafi ummati kal qabidi ala al jamr. Ai i cili përmbahet sunnetit të pejgamberit Allahut, në kohën kur neglizhohet sunneti pejgamberit Allahut, ai e ka gjendjen si kur të kap një shkëndijë në dorë. Mirë po ata që e përmbajnë dinin e Allahut, në kohën kur është e vështirë që ti përmbash dinit Allahut, kjo është problemi i tyre. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna min waraikum zamanun sabrun lil mutamassiki fi ajru 50 shahida minkum. Thot ka me ardhë mas juve një zaman një kohë, ai i cili ban dorim, i përmbahet dinit Allahut, i përmbahet sunnetit pejgamberit Allahut, e ka shpërblimin sa 50 shahida nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra i lumt atyre të cilët përmbahen sunnetin e pejgamberit Allahut. Megjithatë, secili nga ne le ta pyet veten e tij, ku janë shumë sunnetet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si dhe është ati kur jemi në ditën e gjuma, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi Allahut e man të ligjeratën dhe tha oloni Abdullah Mesudi qëlloj, një hap në xhami, një hap jashtë xhamis, ol në prag. Pe pyetën Abdullah Mesudi dhe i than, ja Abdurrahman pse veprove ol në prag? Tha u friga se pe qes hapin e ditë, dhe po e neglizhoj dhe po e vonoj ordhin e pejgamberit Allahut dhe po shkatrona. Dërsa ne jemi ata të cilët kemi lënë shumë sunetet pejgamberit Allahut, megjithatë pretendojmë se e dojmë Allahun, pretendojmë se e dojmë sunetin e pejgamberit Allahut, pretendojmë se takomu me pejgamberin Allahut. Pra nëse e dojmë Allahun, e dojmë pejgamberin Allahut, porositë e Allahut dhe pejgamberit Allahut duhet i kemi parasysh. E para nga jo është që të kapmi dinin Allahut, që të kapmi për sunetin e pejgamberit Allahut, që të arrim shpërblimin e 50 shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur e pyetën pejgamberin Allahut dhe i thanë se ata do ta kenë shpërblimin sa 50 nga ne apo nga ato. Tha pejgamberi Allahut sa këta 50 nga ju. Tha pse ja Rasulullah? Tha liannakum tajiduna awana wala yajiduna awana. Për shkak se ju jeni ata që gjeni për kras, i keni komshit që jo për krajnë, të i përmbani sunnetit pejgamberit Allahut. Ndërsa zamani i tyre është që luftohet sunneti pejgamberit Allahut, që njerëzit kritikohen dhe etiketohen, vetëm se faji i tyre është që dojnë të gjallërojnë dhe të i përmban sunnetit pejgamberit Allahut. Pra Allahu të ndërshëm, për këtë arsye ata që e kanë ndëruar Allahut, ata që i frikën Allahut, Allahu Azza wa Jall ka premtu për to, jo vetëm një xhennet, jo vetëm një xhennet, po di xhennete, thot Allahu në Kur'anin e Kerim, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Ata që kanë ndëruar takimin me Allah, ata që mendojnë që të takohen me Allah, dhe kanë ndëruar se si ti dalin Allahut përpara, thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, për to kanë përgatit di xhennet. Për to kanë përgatit di xhennete, ata që kanë ndëruar dhe frikë Allahut Azza wa Jall. Mi po sa kemi tut Allahun Azza wa Jall, sa kemi ndëruar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men khafa adlaj, wa men adlaja balagha al-manzil, ala inna sil'ata Allahi hiya al-ghaliya,
Ala inna silat Allahi el janna. Ka thonë pejgamberi Allahut, ai që ka dëru Allahun ja nis me punu herët. Ai që ka dëru Allahun azza wa jall ja nis të vepron herët. Ai që niset me shku në shtëpi herët, më rrin herët, dhe thot pejgamberi Allahut, Ela inna silat Allahi el ghal. Artikulli Allahut është i shtrenjtë. Artikulli Allahut që prezenton për që Allahu azza wa jall premton për ta a xhenneti Allahu. Pra ne kemi të bëjmë me Allahun azza wa jall, i cili na premton xhennetin e tij, që në ta Allahu ka përgatitur për robët e tij, që si një njeriu se ka pa, vesh i njeriu se ka ndëgju dhe së mund të parafitirohet. Pra Allahu të ndërshëm, kjo ishte një mirësi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi, dhe pejgamberi Allahut na këshilloi që ti përmbamu veprave të mira. E nëse s'ke mundësi që ti krish të gjithë veprat, atëre tregoja qerve nga se ai që tregon për mirë e ka shpërblimin si kur ata që veprojnë. Ai që e ringjall një sunnet e ka shpërblimin për të gjithë ata që i përmban atij sunneti. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu ala khairi ka fa'ili. Ai që ja mëson një të mirë të qerve e ka shpërblimin si kur ai që vepron. Pra ai që e thirr në rrugën e Allahut diken, e ka shpërblimin tek Allahu azza wa jall për çdo ibadet ai që e bën, nga se ai është bon sebeb. Pra ta ndëllë të ndërshëm si kur ne ta kuptojmë këtë thonjët pejgamberit Allahut, nuk kishim ngelën pasiva, kishim dalë në rrugën e Allahut, i kishim ftu njerëz dinin e Allahut, me shpresë që të fitojmë shumë, nga se nëse e thirr dikan në dinin e Allahut, jam mëson namazin, jam mëson një ide për të mirë që Allahu azza wa jall na i ka mësuar, e ke shpërblimin ti dhe ai bashkarisht. Pra veprat ditën e gjikimit i gjenë në gjëgjistet e tua, që nuk i ki bon ato, me gjitha ta i bon sebeb. Allahu azza wa jall na bon sebeb për çdo vepër të mirë. Gjithashtu lejo të ndërshëm, ke kujdes për mbaju kësaj mirësie, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, men uatiya haddahu min ar-rifqi faqad uatiya haddahu min al-khayri, wa man hurrima haddahu min ar-rifqi faqad hurrima haddahu min al-khayri. Ati që jo ka dhonë botësia, jo ka dhonë të në të mirat. E ati që ai që është privu nga botësia, është privu nga të mirat. Pra nëse Allahu azza wa jall të ka dhonë botësin, përdore këtë botësi dhe mos e ndrisho. E nëse nuk e posedon përfitoje, nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një sahabiut e i quajtur Rashad ibn Abdul Qais, që thot pejgamberi Allahut i ka dhuru di cilësi që i don ai, dhe i don pejgamberi Allahut. Për cilët janë këto cilësi? Tha el hilmu wal anat, botësia dhe nga dalshmëria, mos nxitim. Këto janë di cilësi që i don Allahut dhe i don pejgamberi Allahut. Pastaj Rashad ibn Qais tha, ja Rasulullah, këto di cilësi i kam përfitu, apo i kam të lindura që Allahu mi ka dhuru? Ka thonë pejgamberi Allahut, i ke të lindura që Allahut i ka dhuru, i ngrit duart lartë, e shatë dhe thot elhamdulillah, që Allahu më ka begatu, me di cilësi që i don aj, dhe i don dërguari Allahut. Pastaj tha pejgamberi Allahut, innamal ilmu bit ta'allum, wa innamal hilmu bit tahallum. Ditoria përfitohet me mësim, ditoria përfitohet me kërkim, ditoria përfitohet me studim, dhe botësia fitohet me botësi. Pra kanë thonë dietarët e hadith, pejgamberi Allahut me këtë hadith ka dëshme na tregu dhe me thonë, sikur ditorien që ti e kultivon dhe e rrit, sikur që mëson dhe ngritet niveli ditoris, po ashtu botësia ka mundësi të përfitohet nëse nuk të ka dhuru. Pra nëse njëri është i vrasht, ka mundësi të përfiton botësin, nga se thot pejgamberi Allahut, ma dakhala ar-rifqu fi shay'in illa zan, wa man tuzi'a an shay'in illa shan. Nuk prezenton botësia me një vend, vetëm se e stolis e zbukuron dhe peshon, dhe nuk mungon botësia me një vend, vetëm se e shumton. Pra për këtë arsye lejo të ndërsh,
Shpesher ne ballavaçohemi në rrugën e davetit, që nëse ja thojmë fjalë të vrashkt, nëse sjell më keq me to, edhe pse fjalët janë të kapshme për to, mirë po, sjellja e keqe i ban ata që mos t'i morin fjalët tona. Për atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ati që ju ka dhënë butësia, ju kanë dhënë të të mirat. Jashtë Allahu të ndërsh, na tregon pejgamberi Allahut se imani, besimi, imani ka shije. Të jemi nga ata që shijojmë ambëlsirën e imanit. Nuk ka mundësi të shijon çdo kush. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, ai që i ka këto tre cilësi, është prej atinve që shijon shijen e imanit. Ai që adhuron Allahun azza wa jall dhe nuk i bën shok atij. Ai që jep zakatin me kënaqësi dhe ai që e pastron veten e tij. Thot pejgamberi Allahut, ai që jep zakat, duke i keni kënaqur që Allahu azza wa jall ja ka lip dhe kiu ka përgjigj Allahut. Dhe thot pejgamberi Allahut, kur ta nxjerr zakatin, mos e nxjerr më të keq, e as mos e nxjerr më të mirën. Pe Allahu ta ka lip mesatarën. Allahu azza wa jall ta ka lip mesatarën. Për atë lloj të ndërsh, dhënia e zakatit është shkak që të bën të shijosh ambëlsirën e imanit dhe pastrimi vetës. Ndërsa me një tjetër hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që i ka tri cilësi e shijon ambëlsirën e imanit. Ai që e don Allahun dhe pejgamberin Allahun më shumë se çdo kënd. Tek ai që është Allahu dhe pejgamberi Allahun, më i dashur se çdo kush. Dhe i diti nga ata, ai që e don llavin e vet, e don vetëm për Allah e jo për interes. Dhe ai që urren që të kthehet në xhailjet, që të kthehet në kufër, e urren atë shumë derisa, sikur që urren që të hedhet në zjarr. Pra ata të cilët i kanë këto cilësi, janë meritor që të shijojnë ambëlsirën e imanit. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dha qatam al-iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam rasula. E ka shiju ambëlsirën e imanit ai që është i kënaqur që Allahun e tij e ka Zot, ai që është i kënaqur me dinin e tij islamin, dhe ai që është i kënaqur që Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e ka të dërguar. Është let kjo fjalë të shqiptohet, mirë po është, i thot Ibn Qayyimi, fjala më e vështirë që të përkthehet, që të qitet në praktik. Sa njerëz thojmë jemi të kënaqur që Allahun e kemi Zot, megjithatë e i dhnojnë Allahun e tyre dhe se kanë dert. Allahu azza wa jall nuk i bojnë sejdë, ndërsa këtë kohë thot jemi të kënaqur që Allahun e kemi Zot, ndërsa puna e tij është më Zot tek ai se Allahu i tij. Dinari i tij është më Zot se sa Allahu i tij. Përfitimet dhe biznesi i tyre është më i dashur në zemrat e tyre se Allahu azza wa jall. Qefët dhe epshi i tyre më i dashur tek ata se sa dini Allahu azza wa jall. Le ta pyet veten e tij, sa shpenzon për fëmijët e tij, sa shpenzon për qefin e vet, sa shpenzon për luksuzin e vet, dhe sa shpenzon për Allahun e vet, apo për dinin e vet. Janë të kënaqur ata të cilët e kanë Allahun Zot, janë të kënaqur dhe do të shijojnë ambëlsirën e imanit. Ata që islamin janë krenar, që janë musliman, janë të kënaqur ata që e kanë model dhe shembulltir pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pa atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i kujdesshëm të na mësojë çdo të mirë që të kapmi për ta. Dhe pejgamberi Allahu gjithashtu na mësonte që çdo të keqe që të largohemi nga jo. Jashtë ullet të ndërshëm, pejgamberi Allahu thot ata që kanë dëshirë që të fitojnë dashurinë e Allahut. Nga se siç ka thonë selefët, nuk është interesant që të dosh Allahu, po ma interesant është që Allahu të doje ty. E kësi kena mundësi ne të përfitojmë dashurinë e Allahut. Ndëgjoj këtë hadith al-Qudsi që e flet Allahu azza wa jall dhe thot: "Men adali waliyan faqad adhantu bil harb." Ai që më shqetëson një të dashurit tim, Allahu thot unë i do t'i shpalli lufta ti. Di luftara të hapëra të Allahu azza wa jall ndaj robëve të tij. E para është e përmendur në Kur'an dhe e dita në këtë hadith al-Qudsi. E para luftë që
Allahu Azza wa Jalla I ka shpall luftë të hapur gjithë kamatgjive të cilët morin apo japin, apo ndërmjetësojnë, apo dëshmojnë, apo shkruajnë, të gjithë janë në luftë me Allahun Azza wa Jalla. Për kaq se Allahu Azza wa Jalla I ka shpall luftë të hapur, qoftë edhe një dinar, qoftë edhe kuranzor, qoftë edhe për shërim, qoftë apo qoftë, për shkak se kjo një sprov që Allahu Azza wa Jall ta ka dhënë ti që të provokon, që të shofe se nga miqt e Allahut apo miqt e shejtanit. Pra dëllejë të ndërshëm, luftë e hapur me Allahun janë luftë e kamatgjive, dhe na tregoni për një kamatgji cili ka pat ditë të bardha në jetën e vet. Mirë po ditët e zeza më të zeza janë për ata kur të vdesin dhe takohen me Allahun, nga se gjunoi nuk harrohet përderisa nuk pendohet sinqerisht tek Allahu Azza wa Jall. Dhe ne kur e pastrojmë kamatën, lamu pe kreditot, edhe thojnë elhamdulillah që ne dulëm pi asaj që Allahu Azza wa Jall në ndaloj. Mirë po ecin ditët, vin krizat qera prape shaf kamat. Kja është njani I cili banajgare me Allahun e ti, nga se ki njeri anë që nuk ju ka pendu Allahut Azza wa Jall sinqerisht. Pra të pendohet sinqerisht do të thot të nishke që ardhje pse e kam bo, të jep sadakasat e muajsh, që të lash mëkatin dhe gjunojnë, më të madh pas shirkut në Allah. Bi që e njerjut, është me e letë se kamata. Zinaja, është me e letë se kamata. Pra të letë të ndërshëm, kamata në luft me Allah. E dita luft është ata që I ngacmojnë dhe I shqetësojnë dhe I torturojnë miqtë e Allah. Kush janë miqtë e Allah? A ke dëshirë që Allah të injën luft me armiqtë e tu? Banu mik I Allah. Si të bëmi miqtë e Allah, ndëgjoj hadithin që vazhdon, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë Allahu Azza wa Jall, wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alayh. Ska mundësi robi im të më afrohet më tepër me ndonjë vepër se sa me krirjen e farzë. Veprat më të dashura te Allahu janë farzë. Për ata nuk është e Allahu me pas zemrën e bardhë, mo koni sjellshëm, me bo mirë me fqinjet, ndërsa namazin e le. Pra vepra të cilën e donë Allahu më shumëti a farzë. Vepra më e dashur tek Allahu është farzi. Pastaj I thot pejgamberi Allahut që njeriu nëse don më bë mik I Allahut, nuk mjafton me krirjen e farzë. Thot pejgamberi Allahut që ka thonë Allahu në hadith al-Qudsi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Mirë po ai nuk mjafton me kaç. Vazhdon rrugën drejt Allahut me krirjen e ibadeteve vullnetare, me krirjen me dhonjen e sadakas, me krirjen e namazeve vullnetare sunnete, ka thonë vazhdon rrugën e tij derisa ta përfiton dashurinë tim, derisa ta du. Fa idha ahbabtu kuntu sam'u alladhi yasma'u bi. Kur ta duhen ata, veshi ti ka me urrejt atë unë që se du dhe ka me dasht atë që unë e du. Dojmë as duhet ta përfitojmë dashurinë e Allahut. Nëse dojmë që gjunojnë ta urrejmë dhe të mirën ta dojmë, kuntu sam'u alladhi yasma'u bi, do të jem veshi ti që ndëgjon, do të thot, do të jem do të bëj atë që ta don, atë që e don Allahu, veshi ti nuk e don atë që urrejnë Allahu. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bi, do të jem shiqimi ti që shiqon, sini ti nuk don të ta shiqon, vetëm atë që e don dhe e pëlqen Allahu, dola e ti që përshëndet, kama e ti që lëviz, dhe thot Allahu Azza wa Jall, la in sa'alani la utiyanna, ai vetëm letëm kërkon, se pasha madhnin ti me kam e adhon qdo sen që e kërkon. Wa la in ista'adhani la uidhanna, nëse kërkon strehim, do të strehoj prej qdo të keqe që ai e nuk e lakmon, dhe thot Allahu Azza wa Jall, për një vepër nuk jam luhat as njëherë, vetëm për një. A din që Allahu Azza wa Jall e ka caktu një caktim
që Allahu Azza wa Jall nuk ka dëshirë që ta shqetëson robin e tij me gjithata caktimi Allahut. Për ata thot nuk jam luhat për një vepër. Ata bajnë mos ta bajnë vetëm për një vepër. Vdekjen që ja çoj besimtarit, e di se ai e urren, e di se ai nuk e don, ndërsa Allahu e don që takohet me ta. Para të lejo të ndëshëm të jemi nga miqtë e Allahut, e pastaj ata që na shqetësojnë do të hinë luftë me Allahun dhe na tregonin cili e ka fituar luftën me Allahun, që ta fitojnë armiqt e Allahut, që ta fitojnë armiqt e miqve të Allahut. Allahu na bon nga miqt e Allahut dhe na bon pe evlijave të Allahut, e mos na bon nga miqt e shejtanit dhe parisë ti. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Vëllezër të ndershëm, thamë se pejgamberi Allahut ka qenë i dhimbshëm për umetin e tij. Dhimbja e tij e ka bën që të na mëson çdo send që na bën lehtë dhe kollaj takimin me Allahun Azza wa Jall. Për atë këshin dëgjone çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith. Thot pejgamberi Allahut: Men neffese an mu'minin kurbeten min kurabid dunja, neffese Allahu anhu kurbeten min kurabi jaumil qiyam. Ai që bëhet sebeb që largon një brengë llavit të tij në dunja, Allahu do t'ja largon brengat të tij në ahiret. Shpeshherë kemi kas njerëz të cilët kanë pozitë, njerëz të cilët kanë mundësi që t'i ndihmojnë muslimanëve dhe thojnë: sa të mira i bojnë me gjithata, ata nuk na din. Mjafton vëlla i dashur që Allahu ta din. Ban mirë se thot Allahu në Kur'anin e Kerim: "Wal falul khayra la'allakum tuflihun." Bani mirë gjaqetës së juaj që të shpëtoni tek Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall është mirënjohës. Për ata nuk bëhet sebeb një njeri që t'ja largon një breng, një mërzi. Vëllahu të ti vetëm se Allahu do t'ja largon brenga të ahiretit. A krasot brenga e dunjas me brenga në ahiretit. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah. Ai që ja leton borxhlijes në dunja, thot Allahu ka me ja letu punë të tij në dunja dhe në ahiret. Jo vetëm në ahiret. Allahu ka me ja letu ati në dunja dhe në ahiret. Dhe ai që ja leton borxhlis, që ja vazhdon afat, apo që ka thonë Allahu në Kur'anin e Kerim, apo ja fal, Allahu ka me ja letu në biznisin punë të ati në dunja dhe ka me ja letu gjithashtu çështjet në ahiret. Derisa Ibn Hibban i transmeton me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka qenë një bab që e vladët kër i ka përcel në treg, i ka porosit ato dhe i ka thonë: Ndëgjoni o fëmijët e mi, kur të vjen dikush që është në hall dhe në dert për të bletë tek ju, ka thonë bane ma letë për ta. Jepi afat ati që Allahu që letësoje punë t'juve në dunja dhe në ahiret. Për ata vëllezër të ndershëm, njoft njerëz të cilët që kanë lecuar në dunja, njerëzve Allahu ja ka hap dirë të mirësisë në dunja dhe inshallah ja hap dhe në ahiret. Për ata vëllezër të ndershëm, kibab i poroset ato dhe thot: dhe ai që ankohet dhe s'ka dhe vërtet që s'ka, tha falnë. Dhe Allahu e ringjall këtë burr në ditën e gjykimit, i cili nuk kish me vete vetëm tauhid, vetëm besimin tek Allahu, vetëm e kish namazin dhe besimin ndër te Allahu Azza wa Jall. Dhe thot Allahu Azza wa Jall: a ke bonte një vepër të mirë që ne melekët nuk ta kanë regjistruar, thot nuk di që kanë bërë të mirë. Pra asnjë vepër të mirë se ka bën. Thot pejgamberi Allahut, thot Allahu Azza wa Jall: e ke një të mirë, tek ne nuk humbet asnjë send. A e din në fëmijët e tu kur i përcjellshin e treg dhe i thajshe atinve që s'kan të paguajnë falë, tha na jena ma meritor se ti që të falë. Tha ti ki falë rob të Allahut,
tha ne do të falmi ti dhe futen xhennetin e Allahut. Pa atë Allahu të ndershëm, ka thonë pejgamberi Allahut, ai që huazon 1 dinar vllaut të vet, i shkruat për çdo ditë ka gjimz dinari sadaka. Deri në fatin e caktuar, nëse ja zgjat afatin, i shkruat sadaka aq borx ka i ka për çdo ditë. Pa ata mos u dëshpëro, nëse njani si ka kthi, apo njanin e ke liru dhe ai të ignoron, edhe pse normal që ai s'duhet të vepron për shkak se kemi hadithe të rrezikshme për boxhlit, të cilët nuk e kthejnë veçanti ata që kanë mundësi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani dhulm. Me vënu këthimin e borxhit i pasuri as zullum. Sot e ke, sot duhesh ta kthesh. A ditë që e ke, a ditë duhet ta kthesh. Nëse një ditë e vanon, a dhulm, a pa drejtësi. Për shkak se ke mundësi sot ta kthesh. Pra të lejo të ndërshëm, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa man sattara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Ai që e mbulon një musliman, ja mbulon të metat një muslimanit, Allahu ja mbulon ati të metat në dunja dhe në akhirat. Imam Malik thot, kam pa njerëz në Medinë, kam takuar njerëz në Medinë, të cilat nuk kanë pas të meta, janë marrë me të metat e qerve, thot Allahu i ka bon që të kenë të meta dhe të zbulon të metat e tyre. Për këtë si Abdullah Mesudi thonte, kam frikë që ta përqeshi një qenë nga se kam frikë se Allahu po mban qenë. Sahabi, shoku pejgamberit Allahu, tha kam frikë që pe përqeshi një qenë dhe Allahu po mban si qenë. Ta Gjedinë Subkio, tha një qenë në oborin tonë, dhe unë e për zona i thash, largohu, qibe, o qenë i biri qenit. Tha baba jem, thë ndërhini dhe tha, nga dalë o fmi, nga dalë o gjallë. Tha shë babë, tha po qenë i biri qenit. Tha ashtu ashtë, tha nuk janë gjita, tha nuk e din se lejohet mi thonë qenë i biri qenit vetëm me një rast. Tha nëse nuk e ke për qëllim, për buzje dhe në nëqmim. Ta i thash babës temë dhe ke dobi i boni të në jetën time, që mos të përqeshi asken, apo mos të përgojoj dhe për të përmeni asken në manirë të nëqmimit, se lefët për tonë o frikshin që kafshet po i njërojnë, apo po i përbuzin, ndësa tash përbuzet nderi muslimanëve, më kambet nderi muslimanëve, edhe kribi ma i madhë në konsiderojnë pjesë e dinit. Në emër të gjelozisë për din, nga se Omer ibn Khattabi radiallahu an, Omer ibn Khattabi edhe biftanin gjesin Omer ibn Khattabi radiallahu an, në tregoni kër Omer ibn Khattabi radiallahu an, i nënçmoj dhe i përbuzi muslimanët. Pa të lejo të ndërshëm, thot pejgamberi Allahu taj që janë mbulon një të met, një muslimanit, Allahu janë mbulon të metat ati në dunja dhe në akhirat. Dhe thot Imam Malik, kam taku njerëz me dine që kishin të meta, mirë po nuk o mirën me të metat e qerve, vdiqën dhe Allahu janë mbuloj të metat e tyre. Allahu azza wa jall është mirë njës, dhe thot pejgamberi Allahu, wallahu fi auni l'abdi, ma kane l'abdu fi auni akhihi. Allahu është ndihmën e robit të vetë, për desa robi është ndihmën e vëllau të vetë. Sa Allahu do të ndihmoje, sa e ndihmon t'i vllavin tanë. Sa Allahu do të mbuloje, sa e mbulon t'i vllavin tanë. Sa Allahu do t'jape sukses, sa ke dëshirë të ketë sukses vëllavi jotë. Sa Allahu azza wa jall do t'i largoje brengat, atë sa ke dëshirë ti të largohen brengat nga muslimanët. Lusim Allahu në azza wa jall që Allahu të na ban të dashur dinin e tij, të na ban të dashur sunnetin e tij. Lusim Allahu në azza wa jall që Allahu të na falë mëkatet. Lusim Allahu në azza wa jall që të jemi nga ata që jetojmë së pari për veten tonë, që të shpëtojmë dunja dhe në akhirat. Lusim Allahu në azza wa jall që të na ban nga bamirësit, që Allahu i don bamirësit, Allahu i don ata që bojnë mirë, Allahu i don ata që flasin mirë,
Allahu i don ata që janë të sjellshëm me të qerët. Pra do lejo të ndërshëm, vepra më e lartë, më e dashur tek Allahu Azza wa Jall është të kesh moralin e mirë. Vepër më madhore te Allahu është që të sjellësh mirë me të qerët. Dhe thot pejgamberi Allahut kur pyet cila vepra që më shumë njeriu e fut në xhenetin e Allahut, tha devotshmëria dhe morali mirë. Të kesh dro Allahut dhe të sjellësh mirë me të qerët. Dhe thot pejgamberi Allahut, inna rajula bi husnil khuluq, njeriu me moral të mirë arrin shkallën dhe pozitën e atij që agjeron ditën dhe ban namaz natën. Ai që e ka moralin e mirë. Dhe thot pejgamberi Allahut, unë ja garantoj një shtëpi dhe një pallat në xhenetin më të lartë për ata që e ka moralin e mirë dhe sjelljen e mirë. Kjo është dini jon, kjo është feja jon, kjo është pejgamberi jon që na mëson çdo herë që të jemi të solidarizuar me shoqërinë dhe me të qerët, që të bëjmë mirë ndaj të qerëve. Pra thot Allahu Azza wa Jall, idfa billati ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Ktheje të keqen me të mirë. Ktheje të keqen me të mirë. Pa njëri nga seleve, kur i thanë se nëse ti më ofendon një herë, do të ofendoj 10 herë. Aja kthej dhe i tha, nëse ti më ofendon një herë, prej muaj as një herë. Kështu ja e qenë të parton. Tha nëse më roshashon ti një herë, tha prej muaj s'ka sharje dhe ofendim. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allah ibadetin e kësaj dite të pranon. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.